Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. E falenderojmë Allahun e madhruar për gjitha mirësitë e tij ndaj nesh, në veçanti për mirësinë e përgjedhjes son që të jemi prej besimtarëve të tij, prej adhuruesve të tij, të denjë, prej pasuesve të Kuranit dhe Sunetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në kuadër të derseve dhe këshillave para teravive, sonte me lenin Allah do të flas për një prej adhurimeve më fisnike ndaj Allahut Madhërisëm, një prej mënyrave më përgjëruese të thyrjes së shpirtit, të përkushtimit ndaj Allahut, e që është lutja. Lutja është lidhja më e drejtë për drejtë ndërmjet robit dhe Zotit të tij. Për arsye se ajo është adhurim, është përulje e ndërtuar mbi dashurinë ndaj Allahut dhe e balancuar përmes frikës dhe shpresës. E të gjitha këto përjetohen dhe gjenden në një zemër të vetme. Pra lutja kërkon thjesht një zë që flet dhe një Zot që dëgjon. Zemra e një robi e cila i lutet atij, pra krijuesit saj, është një zemër e përgjeruar ndaj Allahut, është një zemër besimtare, një zemër e cila përherë është në kërkim të adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala, me aq sa ka dituri, me aq sa ka mundësi, por vazhdimisht është në kërkim të Zotit saj. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon se adhurimi apo lutja është vetë adhurimi. Ad-du'au huwa al-ibada. Duaja, lutja është vetë adhurimi. Që do të thotë e gjithë feja e Allahut është lutje. Pra çdo gjë që ne ja manifestojmë Allahut subhanahu wa ta'ala përmes ritualeve të caktuara islame, realisht kjo është lutje në vetvete. Dhe për këtë arsye Allahu në Kur'an thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Lutmoni mua që t'ju përgjigjem lutjes suaj. Pra Allahu dëshiron që të krijojë një relacion mes tij dhe mes robërve të tij, një relacion të afërt, një relacion të ngrohtë, e cila manifestohet përmes lutjes, sepse Allahu subhanahu wa taala e dëshiron lutjen tonë ndaj tij, nga se ai është i vetmi meritor për t'ju lutur, sepse është i vetmi që i përmbush kërkesat dhe nevojat tona jetësore. Nga se Allahu është burimi i jetës sonë, i ekzistencës sonë, i mirësive tona, me cilat Zoti na ka nderuar. Asgjë nuk kemi nga vetja jonë, çdo gjë e kemi prej madhërisë dhe bujarisë së Allahut subhanahu wa taala. Ekzistojnë disa sekrete që duhet t'i njohim në mënyrë që lutja jonë të pranohet. Nëse ndodh që i lutemi Allahut, por lutja nuk na pranohet, duke qenë se lutja është ibadet i veçantë, është adhurim tejet fisnik, ai ka sekretet e veta dhe i ka shkaqet që duhet të përmbushen në mënyrë që lutja jonë të pranohet. Prandaj sekreti i parë që duhet ta kemi parasysh është njohja e Allahut. Sa më shumë që e njohim Allahun, aq më mirë do t'i lutemi atij. Aq më me përgjërim do t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala. Kur e kuptojmë se Allahu është Ar-Rahim, është mëshirbërës, kur e kuptojmë se Allahu është Es-Semi', dëgjues, kur e kuptojmë se Allahu është El-Qarib, i afërti, kur e kuptojmë se Allahu është Ar-Razzaq, furnizuesi, pra nuk ka mundësi që të mos i lutemi Allahut me sinqeritet maksimal dhe me përgjërim të thellë. Pra lutja nuk është thjesht fjalë, por është bindje e plotë. Dhe përmes lutjes ne realisht ja dëshmojmë Allahut bindjen tonë tek ai. Nga se lutja nuk duhet përbëhet thjesht nga disa fjalë, por para së gjithash lutja kërkon zemër. Prandaj një prej sekreteve të pranimit të lutjeve tona është që të jetë zemra jonë prezente gjatë lutjeve tona. Nuk bën lutje që të jenë thjesht përshpëritje gojore, por para së gjithash duhet të jenë përjetime shpirtërore. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur ti lutemi Allahut, ti lutemi me bindje të plotë se ai do t'i përgjigjet lutjeve tona. Udullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Lutuni Allahut duke qenë të bindur në përgjigje. Nga se thot pejgamberi Allahut, fa inna Allah la yastajibu du'a qalbi ghafilin lahin. Allahu nuk e pranon lutjen e një zemre të shkujdesur, të lajthitur, një zemër e cila i lutet Allahut me dyshime. Allahu nuk e pranon lutjen e atij që dyshon në raport me të. Madje të dyshosh tek Allahu për mos pranim të lutjeve tua është mendim i keq për Allahun. Ai është i plotfuqishëm i absolut, është sunduesi, është furnizuesi, bujari absolut. Allahu thjesht kërkon nga ne që t'i lutemi atij. Madje aq bujar është Allahu, sa që
nuk ka lejuar që të ketë barikada dhe bariera mes nesh dhe mes tij, edhe nëse jemi mos besimtarët më të mëdhej të tij. Allahu thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni", të pyesin ty o Muhammed, robërit e mi për mua. Allahu nuk po thot besimtarët e mi, nuk po i specifikon vetëm besimtarët e tij, po thot robërit e mi. Këtu përfshihen gjithë krijesat njerëzore dhe gjindore, sepse gjithë jemi robër të Allahut. Pra, këtu para se gjithash përfshihet kriminali më i madh, mosbesimtari më i madh, idhujtari më i madh që mund të ekzistojë, sepse Allah po e trajton me termin përkthelës të qenit rob i tij. Pra Allahu nuk ka lejuar që të ketë mes nesh dhe mes tij pengesa që e pengojnë lutjen e sinqertë për të pranuar, sepse mbi të gjitha Allahu dëshiron që çdo rob të jetë i udhëzuar. Por derisa robi nuk i ndërmerr shkaqet e kërkuara të udhëzimit, Allahu nuk ja jep udhëzimin. Ashtu siç atij që e kërkon udhëzimin sinqerisht dhe praktikisht, Allahu nuk ja pengon udhëzimin, nuk e lën devijim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, un jam afër thot Allahu. Kur robërit e mi pyesin ty për mua Muhammed, un jam afër tyre, nuk ka thonë thuaj un jam afër, sepse kjo do të përbënte një lloj largësie dhe Allahu dëshiron të na tregojë se mes nesh dhe mes tij nuk ka asnjë lloj pengese. Pra Allahu është më afër nesh se sa damari i qafës son. Allahu ka treguar në surën Kaf për një gjë të tillë. Sepse Allahu është më i afërti, është El Qarib, ai që u qëndron afër krijesave të tij. Por çështja është kjo, sa jemi ne afër Allahut. Dhe një prej mënyrave të afërsisë son me Allahun është lutja e sinqertë, lutja e devotshme. Prandaj është e udhës që këtë sekret të prezencës së zemrës ta kemi vazhdimisht kur ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që lutja jon të pranohet nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj sekreti tjetër është halali në jetë, pra shëndoshmëria jetësore. Në qoftë se në jetën tonë kemi harame të ndryshme, atëherë ato bëhen pengesë e pranimit të lutjeve tona. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për një njeri i cili është midis shkretirës, i pluhurosur, i nevojshëm, pa asgjë, i cili në esencë është shumë i sinqert në lutjen e tij. Dhe në parim do duhet i pranojë lutja këtij, sepse Allahu ka thënë se e pranon lutjen e besimtarit sinqert, nuk e refuzon atë. Por thot nuk i pranohet duaja. Pse? O mat'amuhu haram, o malbasuhu haram, o ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Thot ushqimin e ka haram, veshmbathjen e ka haram. Edhe thot ushqehet me haram. Pra ushqyerja e tij është komplet haram. Fa anna yustajabu lahu. Si ti pranohet këtij? Ky është vetë shkaku që e ka penguar pranimin e lutjes tij, sepse në esencë çdo lutje e sinqert pranohet tek Allahu. Por pengesat që ne i shkaktojmë mes nesh dhe mes Allahut janë ato që e pamundsojnë pranimin e lutjeve tona. Dhe një prej pengesave më të drejtë për drejta është harami. Po u fut harami në ushqimet tona, në veshmbathjet tona, në jetën tona në përgjithësi, atëherë ne kemi krijuar barikada mes nesh dhe mes Allahut për mospranimin e lutjeve tona. Dhe sa më shumë që e pastrojmë pasurinë tonë, sa më shumë që e filtrojmë atë, sa më halal që jetojmë, aq më tepër i hapim dyert tona të pranimit të lutjeve tona. Pra nuk do të ketë mes nesh dhe mes Allahut bariera dhe pengesa të pranimit të lutjeve tona. Pastaj prej sekreteve të radhës është këmbgulja dhe mos nxitimi. Pra, të këmbgulesh në pranimin e duas, por të mos nxitosh në përgjigjen e tyre. Nga se Allahu nuk vepron sipas kërkesave tona, as sipas emocioneve tona, por Allahu vepron sipas nevojave tona dhe sipas urtësisë së tij. Dhe ky është sekreti kryesor që duhet ta kemi parasysh. Pra ne Allahut ja paraqesim kërkesat tona, nevojat tona. Ne e lutim Allahun sinqerisht, por ne nuk e dimë se kur është më mirë të pranojnë lutjet tona. Atë e di Allahu. Allahu e di më së miri se kur është më mirë të na përgjigjen lutjet. Apo para së gjithash, se cila lutje është në dobinë tonë. Ka raste që ne i lutemi Allahut me diçka që mund të jetë shkatërimi ynë, mund të jetë problemi ynë, mund të jetë dështimi ynë, por ne nuk e dimë, sepse ne i vlerësojmë gjërat vetëm sipërfaqësisht. Ne i vlerësojmë gjërat sipas asaj që e shohim. Ne nuk i njohim brendit e tyre, sepse ne nuk e dimë as realitetin e brendshëm, por as të ardhmen tonë. Ne nuk e dimë se çfarë na sjell e ardhmja. Ne nuk e dimë se nga na vjen rreziku i devijimit ton apo i shkatërimit ton. Allahu e din atë. Njëjtë siç ndodh në jetën tonë familjare, një fëmijë që është i moshës së vogël, që nuk ka vetdije për ta dalluar të mirën nga e keqja, gabimin nga qëllimi, ai me kërkesat e tij mund t'i bëjë dëm vetes. Nëse një fëmijë 2 vjeçar i kërkon ngërshërët, prindi nuk ja jep. Edhe nëse çan fëmia nuk ja jep, pse? Ajo është e dëmshme për ta.
Fakti që ai çan dhe është shumë i sinqert në kërkesën e tij, kjo nuk do të thotë që ne duhet m'ia përmbush kërkesën atij fëmijë. E Allahu t'i takon shembulli më i lartë. Në rastet kur ne i lutemi Allahut me diçka, qoftë për karrierë, qoftë për familje, qoftë për martesë, qoftë për punë, apo për diçka tjetër, ne nuk duhet detyrimisht ta mendojmë se ajo është e mirë për ne. Prandaj, nga suneti është që Allahut t'ia lutim hajrin. O Allah, nëse është më hajër me martu filanin apo filanin, ma mundson një gjë të tillë. O Allah, nëse është më hajër me u punësu në filan punën, ma mundson një gjë të tillë. O Allah, nëse është më hajër me u shoqëru me filanin apo me fisteken, ma mundson një gjë të tillë. Pra për çdo gjë ja dorëzojmë Allahut subhanahu wa taala. Pra, praktikisht ndodh që Allahu na thot më një herë po, na pranon lutjen, edhe vije përgjigja. Po ndodh që Allahu thot jo tani, sepse nuk është koha e duhur. E ndodh që Allahu thot jo, pse është e dëmshme për ty. Dhe këto gjëra i ka Allahu përsipër. Prandaj ne jemi besimtar të devotshëm dhe të qetë. Kur ne i lutemi Allahut, përmes lutjes tonë ne ja dorëzojmë Allahut kërkesën tonë. Pastaj nuk mërzitemi për pranimin e asaj lutje. Nuk mërzitemi se çfarë ndodh, sepse e dim që nga Allahu vije vetëm mirësi. Edhe kur na refuzon Allahu kërkesën tonë, ne e dim se ose është e dëmshme përjetësisht, ose përkohësisht nuk është e qelluar për ne. Prandaj Allahu nuk na pranon. Allahu ndodh që vonon, por nuk harron. Edhe kur vonon për të mirën tonë. Pastaj pe sekreteve të radhës është edhe koha dhe gjendjet e arta. Është mirë që kur i lutemi Allahut, me i kërku kohërat e arta, gjendjet e volitshme dhe të përshtatshme për pranimin e lutjeve tona, sikurse janë në sejdë. Dhe pozicioni i sejdës është pozicioni që është pothuajse e pamundur që Allahu ta refuzoj pranimin e lutjes sonë. Dhe vetëm nëse është e dëmshme për ne, apo nëse ruana Zot, kemi harame në jetë që e pamundsojnë pranimin e lutjeve tona, përndryshe ajo lutje pranohet. Nga se është pozicioni që Allah e dënë më së shumti. Është pozicioni që tregon devotshmërinë më kulmore ndaj Allahut, ku maja më e lartë e kokës bie në nivelin më të ulët të tokës, dhe kjo tregon për lartësinë e shpirtit. Lutja në sejdë është e pranuar tek Allahu nëse është i sinqert, nëse nuk ka pengesë mes nesh dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në pjesën e fundit natës, një prej kohërave më të përshtatshme të pranimit të lutjeve është kur ti ngritesh. Pse në pjesën e tretë natës? Për arsye se atëherë flenë pothuajse gjithë njerëzit, përpos atyre që janë devotshëm, përpos atyre që e njohin Allahun, e besojnë Allahun, përpos atyre që e dinë që Allahu është i plot fuqishëm për mi pranu lutjet tona. Prandaj e prishin gjumin, e prishin rahatin, komoditetin, edhe ngriten në pjesën e tretë natës dhe i lutin Allahut. A mendoni që një rob i tillë Allahu nuk ja pranon lutjen? Vallahi ja pranon. Ja pranon më një herë madje. Nëse kërkesa e tij është e qelluar dhe është e nevojshme për kohën dhe çastin kur ai e kërkon atë. Pastaj mes ezanit dhe ikametit, një prej kohërave që na pranohen lutjet është koha mes ezanit dhe ikametit. Kështu na ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet ta shfrytëzojmë këtë kohë, sepse është e artë për pranimin e lutjeve tona. Ka thirrë ezani tash deri në ikamet, në heshtje, edhe duke fol hoxha, lutju Allahut subhanahu wa taala. Lutju Allahut sepse Allahu i pranon lutjet tona. Pastaj gjatë agjerimit, sikur se jemi tash në Ramazan, kur agjerimi është farz, është obligativ. Dhe në Ramazan, kur ne i lutemi Allahut duke qenë agjerueshëm, Allahu i pranon lutjet tona. Pastaj kur jemi udhëtar, është një prej shkaqeve që e lehtëson pranimin e lutjeve tona. Dhe gjithashtu në ditën e xumah, sepse është dita më me vlerë, është festë javore, e mos flasim për një çast apo për një periudhë të shkurt kohore që është në Ramazan, në xumah, më falni. Sipas disa dietarëve është në kohën e xumas, sipas disa dietarëve tjerë është në kohën mes ikindis dhe mes akşamit, pra është periudha ku lutjet tona pranohen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund, sekreti i radhës është fillimi me lavdërim dhe me salavate. Për edukatës ndaj Allahut është që me fillu lutjen tonë me lavdërimin ndaj Allahut dhe me salavate për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çdo prezantim e kërkon edukatën e vet, etikën e vet. E para se gjithash, Allahu meriton edukat dhe etik të kërkesave tona para çdo kujt tjetër. Për shembull, nëse takohemi ne mes vete, ndonë se njihemi, çdo ditë shihemi, por a mund t'i kërkojmë njëri tjetrit me njëherë diçka pa u përshëndetur fillimisht, pa u pyetur për njëri tjetrin, për gjendjen e njëri tjetrit, eventualisht edhe pa thënë ndonjë fjalë të mirë ndaj njëri tjetrit, Assalamu alaikum, si je i nderuar, si e ke familjen, Zoti shpërblet për mundin që e bën, për angazhimin që e bën. Pastaj e paraqesim kërkesën, sepse kjo është etika elementare që duhet ta kemi në raport me të gjithë.
E para se gjithash, në raport me Allahun subhanahu wa taala duhet ta kemi etikën më të lartë të lutjeve dhe të përgjërimeve tona karshi tij. Prandaj Allahu e ka filluar Kur'anin me këtë edukat. Fillimisht e lavdërojmë Allahun. Elhamdulillahi rabbil alamin. Lavdi dhe falënderimi i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Ar-Rahmanir Rahim, gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, Malik Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit. Pra, i thurim lavdë Allahut subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastaj shkojmë në thelb të përgjërimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pastaj e paraqesim kërkesën tonë. Ihdina as-siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugë të drejtë, sepse kjo është etika që duhet tregohet në raport me Allahun. Në qoftë se i përmbushim këto 6 sekrete, bi idhnillah, me lejen e Allahut, nuk ka lutje që nuk do të pranohet tek Allahu. Ose do të pranohet më një herë, ose do të bëhet mbrojtje e ndonjë fatkeqësie eventuale që është duke na zbritur nga qielli si pasojë e veprimeve tona të gabuara, dhe lutja duke u ngritur e pengon fatkeqësinë duke zbritur, ose i deponon Allahu në ditën e gjykimit, atëherë kur ne do të jemi më të nevojshëm se sa asnjëherë më parë për t'i pranuar lutjet tona, saqë disa hadithe thonë, sikur ta dinin besimtarët, mirësinë e pranimit të lutjeve në ahiret, nuk do të dëshironin që lutjet e tyre të pranoheshin në dynja për shkak të nevojës që ta kemi në botën tjetër dhe për shkak të vlerës dhe mirësisë së pranimit të tyre në atë dimension jetësor. Lutim Allahun të na i pranojë gjitha lutjet që i kemi, andaj lutuni Allahut sinqerisht, përgjërohuni Allahut. Gjitha këto sekrete përdorini me lejen e Allahut dhe me ndihmën e tij lutjet tona do të pranohen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet.